Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari këtë të mërkur zhvilloi një konferencë për mediat ku deklaroi se në bashkëpunim me Policinë e Shtetit po punon për hartimin e një plani për rritjen e sigurisë në shkolla, ku do të zbatohet projekti Smart City. Sipas ministrit, policia do të ndërhyjë menjëherë për të neutralizuar raste lidhur me elementë që kërcënojnë shëndetin dhe sigurinë në shkolla. Dhe rrjedhimisht edhe prioriteti veçantë i imi si Ministri i Punëve të Brendshme ka të bëjë pikërisht edhe me masat për sigurinë në shkolla dhe implementimi i projektit Smart City, ku konkretisht do të fillojmë së pari me 21 shkolla në Tiranë si projekt pilot, më pas për të shtrirë në gjithë territorin e vendit. Për sa i përket masave për sigurinë në shkolla, është bërë me dije edhe më herët nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit se janë planifikuar dhe po zbatohen masa të posaçme për parandalimin e incidenteve në mjediset shkollore, duke marrë parasysh dhe rastet e shënuara tragjike të kohëve më parë, dhe këto masa kryesore do të përfshin hartimin dhe përfundimin e analizës riskut operacional për identifikimin e problematika dhe orientimin e masave parandaluese, sidomos në ato shkolla me fluks të lartë apo që kanë raportuar shqetësime të ndryshme si prindrit, por edhe komuniteti i mësuesve. Zbatimi i programit Siguria e të rinjve së bashku në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, ku synohet një ndërgjegjësim, vetëdijsi më i lartë tek gjithë komuniteti, pasi siguria në shkolla është jo vetëm detyrë e instancave shtetërore, por edhe e të gjithëve ne. Lamallari foli dhe për helmimin e studentëve të Akademisë së Sigurisë pak ditë më parë. Ministri deklaroi se nga 9 mostra të marra, vetëm njëra rezultojnë në prani të stafilokokut dhe eskolit, ndërsa aktualisht situata është në normalitet dhe procesi i ofrimit të ushqimit vijon si zakonisht. Në mënyrë të përmbledhur do të thoya që nga 9 mostra që ata kanë marrë, kanë analizuar, 8 prej tyre kanë rezultuar brenda normave dhe 1 kishte rezultuar me prani të stafilokokut dhe escherichia-kolit. Është lokalizuar ky mjedis, është dezinfektuar, kështu që rrjedhimisht ka vijuar aktiviteti normalisht, për të rikthyer normalitetit në ofrimin e shërbimit të ushqimit për studentët. Dhe nuk kemi raste të problematike tani që flasim. Për sa i përket rritjes së numrit të pushuesve, Lamallari tha se janë shtuar masat për sigurinë e tyre dhe është shtuar prania policore në terren, sidomos në zona turistike.